Sot do të përgatis një pjatë shumë të shpejt dhe kjo pjatë nuk na kërkon shumë kohë dhe impenjime dhe duhen vetëm makaronat. Unë këtu kam gati 350 gram nga ato pakot e vogla me makarona, 350 gramshet. Kam zgjedhur këto makaronat e gjata dhe kam dëshirë t'i bëj në këtë mënyrë. Do t'i pres të tilla të gjithë këtë pakon. Në këtë mënyrë do t'i presim dhe do t'na duhen gjithashtu përveç makaronave, mund të kemi dhe një pako 500 gramshe, nuk ka problem. Do t'na duhet vaj dhe kripa. Këto janë dhe dy përbërësit e tjerë, domethënë të kësaj pjate, vaj dhe kripa dhe asgjë tjetër. Kjo është një pjatë e shpejtë dhe unë kam dëshirë që këtë pjatë ta bëj më shumë për mbesat e mia që i kam studente jashtë Shqipërisë dhe të kenë mundësi që të bëjnë një vakt të shpejtë në kohën kur janë të ngarkuara, por jo gjithmonë sepse duhet të përdorin edhe perime të ndryshme. Por kjo është pjatë shumë e thjeshtë dhe unë kam dëshirë që ta përgatis sot. Makaronat i vendosim në një enë dhe këtu do të shtojmë vaj. Vaji që do të përdor unë për 350 gram makarona do të jetë 4 lugë. Dhe do të jap një skuqje makaronave. Katër 5 lugë, sa të duam ne vaj është në dëshirën tonë. Edhe po të bëjmë një pako 500 gramshe të tillë, vaj mund ta hedhim sipas dëshirës, 5-6 lugë. Këto makarona do t'i vendosim për skuqje, do t'i skuqim, do t'i japim një skuqje do t'i përzjemi pasere që skuqja e tyre të jetë e një trajtshme, të marrin gjithandej skuqje dhe jo të na digjen. Në një temperaturë mesatare ne vazhdojmë dhe i përzjejmë vazhdimisht, nuk ka ndonjë kohë të kështu me saktësi, por ne do të vazhdojmë derisa t'i skuqim makaronat dhe kohëzgjatja domethënë në skuqjes së tyre mund të jetë sa të duam ne, mund t'i skuqim pak ose shumë, por unë do t'i skuqim në një mënyrë mesatare. Dhe mund të përdorim çfarë do lloj makaronash të duam ne, nuk është kusht. Ja tani mendoj se këto janë skuqur, sepse nuk duhet që të na digjen, dhe do të shtojmë këtu ujin. Uji që unë do shtoj këtu është derisa të mbulohen makaronat. Mund të përdorim ujë të ftohtë, nuk ka rëndësi i ftohtë apo i ngrohtë. Edhe kripa, e shtojmë dhe kripën dhe e kemi mbushur, pothuajse i kemi mbuluar makaronat dhe tani e ulim temperaturën e sobës dhe i lëm që të vlojnë ngadalë derisa të zbuten. Po të duam të i bëjmë në formë supe, i hedhim më shumë ujë dhe i lëm që të bëhen me lang. Por nëse nuk i duam ashtu dhe i duam të thata, vetëm thjesht i mbulojmë me ujë dhe i lëm të pinë ujin ato të zjejnë ngadalë. Makaronat kanë zjerë, e kanë pirë dhe ujin, domethënë po ta shohim, shumë pak ka. Pra i vendosim edhe kapakun dhe i lëm për 5 minuta në gjendje qetësie të pushojnë dhe më pas i vendosim për t'i serviru në pjatë. Ja pra ku i kemi vendosur dhe në pjatë makaronat, i kemi bërë gati dhe kam përfunduar domethënë zjerja e tyre. Kjo është një pjatë tepër e thjeshtë, e shpejtë dhe e shijshme. Shpresoj që t'ju pëlqejë.